Pas 48 orë kërkimesh është gjetur trupi i Pajetit 37 vjeçarit Armando Zaisi, i cili u mbyt në ujërat e liçenit të Ulzës pas ditën e së hënës. Trupi i të riut është zbuluar nga një pajisje dron në ujor i forcave detare që mbërriti këtë të mërkurë. Kërkimet u zhvilluan nga palumbarët e forcave Renea, të forcave të armatosura e shërbimeve të tjera të mbrojtjes civile të Bashkisë MAT. Pas konstatimit me pajisjen dron, në thellësi 37 metra, janë zhytur palumbarët e forcave Renea dhe kanë bërë të mundur nxjerrjen në sipërfaqe të trupit të Pajet të 37 vjeçarit. Ndërkohë trupi u transportua për ekspertizë mjekoligjore e më pas do t'i dorëzohet familjes për t'i dhënë lamtumirën e fundit. 37 vjeçari Armand Zaisi kishte shkuar në Ulës bashkë me kushërin një shok për të darkuar në një nga restorantet e zonës. Të martën do të rikthehej në Itali, ku jetonte e punonte prej shumë vitesh. Teksa ka qenë në breg të liçenit, ai ka marrë mjetin ujor jet ski dhe ka hyrë në ujërat e liçenit duke bërë xhiro. Në një moment është rrëzuar nga mjeti ujor dhe ka tentuar me not t'i afrohet, por dyshohet se në këtë moment ka humbur ndjenjat dhe është zhytur në thellësi.